Përfaqësues të Aleancës Kosova Re Dega në Gjakov organizuan konferencë për media rreth raportit të auditimit të zyrës së auditorit të përgjithshëm për pasqyrat vjetore financiare të komunës së Gjakovës. Asambleisti Shpëtim Rudi u shpreh se në këtë auditim pati parregullsi në shumë drejtime. Moszotimi i fondeve buxhetore në nivelin e duhur për disa projekte, që është në kundërshtim me ligjin për prokurorimin publik. Planifikimi jo i mirë i projekteve, mos përfillja planeve dinamike, si dhe lidhja kontrateve në mungesë të fondeve të mjaftueshme, përmban në vetë rrezik se projektet e fituara do të ngecin si në aspektin e realizimit, ashtu edhe në kryen e obligimeve të kontraktuara. Furnizime pa respektuar procedurat e prokurimit, gjithsesi për zgjedhja e operatorit për furnizim pa kontratë. Vërejtja kryesore e auditorit ishte që buxheti nuk është shpenzuar sipas dinamikës së projekteve të kryera, u shpreh Rudi. Problem mjaft shqetësues paraqet fakti se komuna për shkak të mos planifikimit të mirë gjatë vitit 2012 ka paguar për shpenzime kapitale, madhra dhe shërbime, si dhe subvencione për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011, shumën prej hiç më pak se 1.805.162 euro. E gjithë kjo sjell për pasojë që një pjesë e projekteve kapitale të parashikuara për vitin 2012 të mos realizohen. Ndërkëtë, qëllimi i auditimit është të kontribuojë për menaxhim të mirë financiar në administratë publike, të krijojë besueshmëri në shpenzimin e fondeve publike dhe të luajë rol aktiv për të siguruar interesin e tatimpaguesve dhe palëve tjera e për rritjen e llogaridhënies publike, gjëra të cilat komuna e Gjakovës nuk i ka shpenzuar aty ku duhet, tha Rudi.